faktet, jo fjalët, regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektarë. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i prisnin horrat, të cilët kishin liri që të bënin masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse flamingo do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që edhe ngjyrën nuk e kanë rastisht ngjyrën e Partisë Socialiste. Ne nuk jemi tradhtarë. Na tregojnë këta korrupsionin. Na e tregojnë korrupsionin blogerat që nuk lën para pa mbledhur, duke treguar të gjitha anët e trupit që unë i kam tregu pa lek kur isha i ri, po edhe që nuk i japin 1 euro taks shtetit dhe popullit shqiptar. 1 euro taks nuk paguajnë ata. Blogera, influencera. Na tregojnë ne tradhtarët, disa analistë e gazetarë, që paguen me lek në dorë, nuk deklarojnë pagat e tyre. Shkojnë atje ke Green Costi, i bëjnë pushime në mes betonit, edhe vinë këtej, edhe ju shajnë hallin flamengove. Pse shkojnë atje? Ne nuk kemi asnjë problem. Shkojnë ku duan, po moral mua dhe Partisë Socialiste të matet mirë çdo kush që i bën, sepse ne nuk jemi të përsosur. Ne nuk jemi pa gabime, po moral nga Mustafa Nano, i cili erdhi në zyrën time, ushtri atje në Kulltuk, e më tha, nuk kam më fuqit me këtë vend, tha, duhet të shkoj ambasador. Po mirë, thash, të shohim si mund të bëjmë për këtë, se elbete, hajde, kemi pasur shkrimtare, poet, ambasador, Muçi shkret nuk është Faik Konica, po thash, Muçi shkoj ambasador në Zvicër, nuk mbajti dot një zyrë ku ishte vetëm me veten e vetëm i sekretare, nuk bëri dot një punë për vendin, e la në mes detyrën dhe kthehet mbrapsht e tregon tani se si duhet ta bëj unë detyrën dhe se si duhet ta bëjmë ne detyrën. Tregon Muçi detyrën. Tregon Muçi që oligarkët hynë në mëngjes e ndrekën darkë në zyrën time. Po ti më Muç çaj e spioni sigurimit dje, ku e diti se kush hyn në zyrën time? Ku i ke parti? Se ti ke qenë dhe demokrat dhe mbabaden. Po kur e bën Muçi këtë llogarisni të tjerët. Po kur më thonë mua, mos u nxe, mos u mbaj veten, merr me qetësi. Po unë të kisha tipin që ti mesha gjallë me qetësi, nuk i hyja detit në këmbë. Se disave këtu i kujtohet, Qim Hysës, kur më vun kandidat këta për Bashkinë e Tiranës. Edhe nxori ndjes pas PD-ja, nxori një farë Besnik Mustafaj, shkrimtar edhe ai si puna Muçit. Edhe tha, shikoni tha, a ishe çmendur.
Ai s'është normal, tha. Ju keni nevojë për një njeri normal. I thash unë, edhe unë i thash, qartë, e thosha vazhdimisht në për takime, se s'kishte Facebook atëherë. Po që duhet ju një njeri normal? A e bot do t'i njeri normal gjithë këtë punë që ka nevojë Tirana? Këtu duhet një çmen edhe ja Allah. Apo? Po ajo që unë dua të them është nuk ka nevojë. Ajo që unë dua tani ju mos merrni kurajo me që unë thash po t'jesh i çmen jem rregull. Se më varet se për çfarë. Jo i çmen me thy karrikën në stadium. I çmen me bo aty ku është një hale, me bo një stadium që të bëhet finale europiane. Dhe do isha më i qetë unë po t'isha tradhtar. Tradhtarët janë të qetë përgjithsisht. Se kam pa dhe unë ca tradhtar bashkë me Çim Hysën. Edhe me Gimin, dhe kemi pa ca tradhtarët janë të qetë, janë të verdh, po t'i shifni, nuk kanë shkëlqim në sy. E dini si janë tradhtarët? Si ai deputeti juaj, si e ka ai që tha do t'ju thym kokën, si e ka ai? Ha? Po, janë si ai, Alizoti. Tani krahasoni Alizotin me mua. Larg qoftë, po. Kështu që miqtë e mi, ne do shkojmë përpara. Moral nga ata që se ne po thosha nuk jemi që t'i shkojmë njerëzve nga mrapa. Po pat sot që s'ka shumë blogera atje, e dini pse? Janë palast gjithë sot, se kanë qenë sot edhe kthehen vonë. E do dalim prapa atje se do mbrojnë Shqipërinë këta nga ne. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga unë. Do mbrojnë Shqipërinë këta nga një forcë që Shqipërinë e gjeti në llumë dhe po e nxjerr në dritë. Nga një forcë që Shqipërinë e mori në krah, kur të tjerët e konsideronin një dele të zezë, e kur nuk i hape as i derë, dhe e bëri Shqipërinë që asnjë shqiptar ku do në botë, jo mos ketë turp thot jam shqiptar, po ta thot me krenari, edhe të filloj të dëgjoj se kur do vi tjetri me pushime.